Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mësoje tani, ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani rrush çdo mëngjes për 30 ditë. Rrushi është rritur mbi tokë prej mijëra vitesh me radhë. Ai është një frut i pasur me ushqyes dhe antioksidant që i bëjnë mirë shëndetit tuaj. Përfitimet kryesore të rrushit janë të larmishme. Ai është i pasur me vitaminën C dhe vitaminën K, të cilat do t'i ofrojnë trupit tuaj shumë vlera shëndetësore. Një filxhan me kokrat e rrushit përmban 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Sipas të dhënave për më tepër, rrushi është i pasur me vitamina B, fibra, kalium, mangan dhe antioksidant. Këto të fundit ofrojnë mbrojtje të organizmit ndaj sëmundjeve si diabeti ose edhe sëmundjet e zemrës. Rrushi është shumë i mirë për shëndetin e zemrës. Disa prej përbërësve të shumtë të këtij fruti dhe verës që prodhohet prej tij ofrojnë një mbrojtje kundër sëmundjeve të zemrës. Ka studime të cilave u referohemi që konfirmojnë se rrushi mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Rrushi mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje kundër diabetit. Ndonse rrushi është një frut me një përmbajtje të lartë të sheqerit, ai ka nivele të ulta të indeksit të glicemisë. Ekspertët thonë se përbërësit bimor të tij e mbrojnë organizmin nga një sër rritjesh të sheqerit. Nuk bëhet fjala për personat që vuajnë për një kohë të gjatë nga diabeti. Shëndeti i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i rrushit. Përbërësit bimor të rrushit, siç janë rezervatroli, luajnë një rol edhe me luteinën dhe zeakanthinën që ofrojnë mbrojtje për syt në disa prej sëmundjeve si perdja e syrit dhe glaukoma. Shëndeti juaj i kockave gjithashtu do të përmirësohet. Minerale të tilla si kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori dhe magnani janë të dobishme për shëndetin e kockave. Këto minerale që gjenden te rrushi kanë efekte mbrojtëse për shëndetin e tyre. Ato ofrojnë një mbrojtje kundër bakterieve dhe infeksioneve. Vitaminat dhe mineralet që përmban rrushi janë të dobishme për sistemin imun dhe e pajisin atë me mekanizmat e duhur për të mbrojtur ndaj infeksioneve dhe bakterieve. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë për jetëgjatësinë. Rezervatroli që përmban dhe mban larg aktivizon genet dhe ngadalëson plakjen dhe nxit jetëgjatësinë tek njeriu. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit kronik. Inflamacioni kronik luaj një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, reumatizma dhe sëmundjet autoimune. Kokrat e rrushit mund t'i konsumoni ose të shijoni të freskëta, të ngrira në formën e lëngut ose në verë, por pa e tepruar me to. Për përfitime më të mëdha, sugjerohet të zgjidhni rrushin e freskët të stinës në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike në dobi të organizmit tuaj. Përfshirja e rrushit në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer për t'i ofruar trupit vitamina dhe minerale të rëndësishme që ai ka nevojë. Rrushi i zi do të ofrojë një gjumë më cilësor. Ndonse të kufizuara studime tregojnë se rrushi në përgjithësi dhe ai i zi në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës. Ky hormon ju ndihmon jo vetëm në ardhjen e gjumit, por edhe në cilësinë e tij. Ekspertët thonë se ngrënia e rrushit të zi në mbrëmje përmirëson cilësinë e gjumit. Rrushi i zi mund të përdoret në sallata të frutave në kombinime me lëngje, të hahet me kos ose veçmas për një shëndet akoma më të mirë. Shëndeti i syve do të përfitojë gjithashtu nga ky frut i veçantë. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonën e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemet të shikimit. Kjo atribuohet ushqimeve sidomos konsumit të rrushit dhe verës që prodhohen prej tij. Edhe shëndeti i trurit gjithashtu do të gjendet në mbrojtjen e rrushit. Antioksidanti lutein luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të hormoneve dhe humbjes së kujtesës. Rrushi i zi bën mirë shumë zemrës. Antioksidantët e rrushit i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës. Antioksidantët e rrushit i zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit dhe përmirësojnë gjithashtu edhe funksionin e enëve të gjakut, duke u kthyer kështu në një aleat shumë të mirë të organizmit dhe në rritjen e vlerave të larta ushqyese për ndihmën e rëndësisë të veçantë që kanë ato në trupin tuaj.
Rrushi ofron përfitime të larta shëndetësore kryesisht për shkak të përmbajtjeve të lëndëve ushqyese dhe antioksidantëve, të cilët përmirësojnë shëndetin e syrit, zemrës, kockat dhe të tjera. Njerëzit kanë kultivuar rrush për e mira vitesh duke përfshirë këtu edhe disa qytetrime të lashta që i nderojnë dhe i përdorin ato në prodhimin e verës. Rrushi ofron një mori të përfitimeve shëndetësore për shkak të përmbajtjes së lartë të lëndëve ushqyese dhe antioksidantëve. Ky frut është i mbushur me lëndë ushqyese. Rrushi është një burim i pasur i bakterit, vitaminës K. Bakri është një mineral thelbësor i përfshirjes së prodhimit të energjisë, ndërsa vitamina K është jetike për koagulimin e gjakut dhe kockat e shëndetshme. Po ashtu rrushi gjithashtu ofron përfitime të larta të vitaminës B, tiaminës, riboflavinës B6. Si tiamina ashtu dhe riboflavina nevojiten për rritjen dhe zhvillimin, ndërsa B6 kërkohet kryesisht për metabolizimin e proteinave. Ato ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e fortë të zemrës. Rrushi mund të përmirësojë shëndetin e zemrës në disa mënyra, si për shembull të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Një filxhan me rrush përmban 6% të dozës rekomanduar ditore për kalium. Ky mineral është i nevojshëm për të mbajtur nivelet e shëndetshme të presionit të gjakut. Provat tregojnë se kaliumi ndihmon në uljen e presionit të gjakut, kryesisht duke ndihmuar në zgjerimin e arterieve dhe venave tuaja. Mund të ndihmojë në nxjerrjen e natriumit dhe parandalimin e ngushtimit të arterieve dhe venave, që përndryshe do të rrisin presionin e gjakut. Megjithatë, rrushi mund të cilësohet një ndihmë shumë e mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të lartë. Komponentët e gjetur te rrushi mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër niveleve të larta të kolesterolit, duke ulur kështu edhe përthithjen e tij. Një studim 8 javor në 69 njerëz me kolesterol të lartë tregoi edhe 3 filxhan me 500 gram rrush të kuq në dietë që ndihmojnë në uljen e kolesterolit total. Sidoqoftë, rrushi i bardhë nuk pati të njëjtin efekt. Gjithashtu ai ka përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Antioksidantët janë përbërës që ndihmojnë në riparimin e dëmtimit të qelizave tuaja të shkaktuar nga radikalet e lira, molekulat të dëmshme që shkaktojnë stres oksidativ. Stresi oksidativ është i lidhur me disa kushte kronike shëndetësore, duke përfshirë diabetin dhe probleme të tjera të radikaleve të lira dhe sëmundje të zemrës. Rrushi është i pasur me antioksidantë të fuqishëm për qëndrim të lartë të acideve që gjenden në lëkurë dhe në fara. Megjithatë, faktorë të shumë mund të ndikojnë në përqëndrimin e tyre, duke përfshirë varietetin e rrushit, pjekurinë, ruajtjen pas vjeljes dhe faktorët mjedisorë. Rrushi mund të përmirësojë kujtesën, vëmendjen dhe disponimin. Ngrënia e rrushit mund të përmirësojë kujtesën dhe shëndetin e trurit. Një studim 12 javor me 111 të rritur të moshave të shëndetshme, marrja e 250 mg i një suplementi të rrushi në ditë përmirësoi ndjeshëm rezultatet e një testi që matte vëmendjen, kujtesën dhe gjuhën, krahasuar me vlerat bazë. Për më tepër, një studim tregoi se marrja e rezervatrolit për 4 javë përmirësoi të mësuarin, kujtesën dhe disponimin. Përveç kësaj, truri juaj do të ketë një rritje të energjisë dhe rrjedhjes së gjakut. Së fundmi u zbulua se rezervatroli mund të ndihmojë në mbrojtjen nga sëmundja e Alzheimerit, duke reduktuar inflamacionin e trurit, duke hequr peptidet amiloidet beta, akumulimet të cilave ka një lidhje me këtë gjendje të shëndetit tuaj. Gjithashtu, rrushi mund të mbrojë kundër infeksioneve kronike. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, reumatizma, sëmundjet autoimune. Kokrat e rrushit mund t'i konsumoni t'i shtoni të freskëta të ngrira në formën e lëngut ose në verë, por pa e tepruar. Për përgatitjet më të mëdha, zgjidhni rrush të freskët të stinës, në mënyrë që të merrni vlerat e tyre ushqyese dhe mbi të gjitha të parandaloni edhe komplikacione të cilat tashmë janë kanosur shëndetit tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e rrushit në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë brenda dietës së rekomanduar dhe brenda sasive të lejuara për të marrë vetëm përfitime prej tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.